Ja, mirëmëngjesit gjithëve. Kam marrë shumë mesazhe këto ditë ose këto orë të fundit, mesazhe në formë kërkese, duke më thënë që pse ti Jul nuk reagove për atë që i tha Laerti Gjestit në raport me fenë muslimane. Siç më kanë ardhur mesazhe të tipit pse ti Jul nuk reagove kur Gjesti i hodhi kryqin. Dhe po, keni drejt. Nuk kam reaguar as për njërin, as për tjetrën. Nuk kam reaguar arsyeja e parë është se kjo temë është jashtëzakonisht shumë delikate. Sido që të reagosh, si ti dalësh pro, si të dalësh kundër, do hapësh debat. E nëse hap debat, do bësh ndasi. Dhe nëse bën ndasi, po bën një krim, që ta dini ju. Kjo është arsyeja kryesore. Pastaj vjen edhe tjetra që kush jemi ne njëherë, ne jemi shumë të vegjël, unë, ti, tjetri jemi kaq të vegjël sa të merrem me këtë punë, ne jemi një thërmi e vogël rëre në fund të një oqeani gjigant përpara Zotit. Prandaj neve as nuk rregullojmë, as nuk prishim njerëz, prishim, po as nuk rregullojmë. Kështu që s'kem çfarë të reagojmë. Këto janë gjëra shumë të mëdha, janë mbi ne, janë lart nesh, ne jemi shumë të vegjël. Dhe një arsye tjetër pse unë nuk reagoj është se unë jam gjendur vetë në një situatë të tillë vjet, bëra një be për lojë, më bë një gjyq publik i tmerrshëm, i frikshëm, kërkova falje, po kujt i kërkova falje? I kërkova falje vetëm atij lart, vetëm Zotit, sepse përgjegjësia ime ishte, domethënë, ndërgjegjja ime ishte atje lart, nuk ishte këtu poshtë. Sepse nuk kam se i jap llogari as kujt për marrëdhënien që kam unë me Zotin. As kujt. Hidhuni përpjet. Ashtu edhe Laerti dhe Gjesti s'kam se na japin ne llogari për marrëdhënien që kanë me Zotin. Secili e ka personale dhe sado që të fusim hundët ne, as nuk e prishim, as nuk e rregullojnë. Secili e ka të vetën dhe nuk ja vlen të merremi fare me këtë punë.